Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit që mbi të gjithë të dashur besimtarë dhe jo besimtarë. Allahu ju mëshiroft, Allahu ju bekoft sot në këtë ditë xumaje. Këshilla po hadithi sot që për ju nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadithi madhështor në cilin urdhëroi tha: dëshiro për tjetrin atë që dëshiron për veten time. Dhe tha, asnjëri për jush nuk e ka plotësu besimin e tij pa dash për tjetrin atë që don për vete. Në të vërtetë, hodhi themelet e një shoqërie të jashtëzakonshme. Mbylli moralet e larta, morale që do të ekzistojnë derisa të jetë kjo botë. O vëllezër dashur, të dëshirosh për tjetrin atë që dëshiron për vete, është nga themelet, nga bazat e këtij dini dhe këtij morali që na transmetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse shohim me të vërtetë se cili prej nesh dëshiron për veten e tij atë që është më e mira. Dhe nëse ti barazon veten tënde duke dashur edhe për tjetrin atë që dëshiron për vete, vallahi hecën mbas moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë po t'rregoj këtë hadith kur nuk kemi shumë pak metra larg varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bashkë në këto vende ku janë transmetuar këto hadithe. Them, përmirësojeni moralin, rregullojeni zemrat tuaja, rregullojeni shpirtrat tuaja, që Allahu xhel xelalu të na falë dhe të na mëshirojë, edhe të jemi për krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e llogarisë dhe ta kemi edhe nga ata i cili do të ndërmjetësojë për ne. Përmirësojeni moralin, doni për tjerët atë që dëshironi për veten. Allahu ju bekoft, Allahu ju mëshiroj vëllezër. Qoftë kjo ditë xumaje, mirësi, begati, dritë, bereqet për gjithë ju dhe për të gjithë ne. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.